një njeri I cili nuk fle gjumë, ngrihet në mëngjes shumë I lodhur, si kur ka punuar gjatë gjithë natës me kazëm. Pra në një gjendje shumë të vështirë për të filluar punë. Po, tjetër, na godet kokën, marrje mënsh, hutes, hares, shikim të turbullt, mbirje të pjesës së poshtme të gojës, të dhëmbëve, mbirje të fytyrës, kërcitje të dhëmbëve gjatë natës, dridhje edhe të gjuhës, një zhurmë në vesh, si kur na lëvis një gjinkall në kokë. Kemi një djersitje të pa kontrolluar, dridhje të duarve dhe të këmbëve, ftohje të ekstremeve dhe të duarve dhe të këmbëve, na ftohen duar dhe këmbët. Kemi dhimbje gjoksi, dhimbje mbrapa shpatullave, si dhe në të dy pjesët e shpatullave. Kemi dhimbje kockash të nyjeve, të këmbëve, të duarve, të krahëve. Të gjitha këto janë simptomat të ankthit në shëndetin tonë fizik. Kemi problem me stomakun, ose me luksin, si që thonë Kosovë, çfarë ndodh? Kemi shfaqjen e gastritit. Është organi I parë I cili përballet që me njëherë sëmurat.